Për sa I përket bllokimit të fondeve që presidenti Trump ju ka bërë disa kompanive energjetike të cilat furnizojnë në fakt me mishell financiare makinerinë ushtarake të Putinit, është anullimi I shumë sipërmarrjeve dhe kontratave me dy kompani të Lukoil dhe Rosneft, që janë dy kompani të fuqishme të mëdha dhe të lidhura me qeverinë e Putinit. Njëkohësisht ka një përpjekje të Trumpit për të shtënë në dorë 100% sistemin e rezervës federale. Antarët në bord janë 6 antarë dhe Trumpi tashmë kontrollon 5 prej tyre dhe kryetarin Jeremy Powell, që ka bërë që lufta midis ofertuesve më të mëdhenj të paras në botë dhe në Shtetet e Bashkuara, që është familja Rothschild dhe presidentit Trump, të kalojë në avantazh të presidentit Trump, I cili dominon Fedin.